Të nderuar shikues, sot kemi kënaqësinë të prezantojmë një sektor të rëndësishëm dhe shumë domethënës, sektori për marrëdhënie me diasporën që funksionon pranë Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Por cili është roli, sfidat, qëllimet e këtij sektori dhe mënyra se si funksionojnë xhamitë nëpër Evropë apo në diasporë? Këtu me mua në studio kemi drejtorin e këtij sektori, zotri Mafiz Rustemi. Përshëndetje zotri Rustemi, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjetëm, është me të vërtet nder dhe privilegj të jemi sot bashkë. Atëherë ta fillojmë pak më ndryshe. Të themi se çdo familje, çdo shtëpi ka një nga anëtarët ose të afërmit e familjes së tyre që jetojnë jashtë, të themi jashtë vendit të vendlindjes në diasporë. Mund të na thoni se sa është qetësuese largimi i njerëzve tan për në diasporë? Ashtu si e thatë, me të vërtet gati se nuk ka familje që nuk është e prekur nga emigrimi i anëtarëve të asaj familje. Dhe fatkeqësisht kohën e fundit kjo është bërë edhe shumë shqetësues, pasi që një numër i madh i bashkëvendasve tonë për shkaqe të ndryshme, dikush për shkaqe ekonomike, dikush për shkaqe sociale, politike të tjera, për shembull e lëshojnë vendin e tyre në kërkesë të një jete më të mirë. Mirëpo në të vërtetë kjo edhe shkakton dëm në vendin tonë, për arsye se neve shohim dëmtohet ekonomikisht vendi jonë, sepse na humbin njerëzit të cilët ndoshta me punën e tyre do ta ngrinin ekonominë e vendit tonë, por gjithashtu në kohën e fundit ikin më të madhe dhe inteligjenca e vendit tonë, njerëz të cilët janë të intelektual, të arsimuar, profesor, doktor, edhe hoxhollar, inxhinier e kështu me radhë, dhe padyshim se kjo gjithashtu është shumë shqetësuese, por edhe na zvoglohet numri i popullatës në vendin tonë. Kjo është fakt se duke pasur parasysh gjithmonë kemi çdo vit informacione se edhe numri i nxënësve nëpër shkolla gjithmonë bie nga regjistrimi dhe kjo është mund të themi që është shqetësuese, po shpresojmë që ndonjëherë do bëhet mirë në vendin tonë që mos largohen. Ashtu është, shumë e vërtetë, shpresojmë që spaku ata të cilët janë përgjegjës për vendin tonë, të krijojnë politika të atilla që sadopak do të hapin vendet të reja punës, do të rrisin standardin jetesës kështu që të rinjt tonë të mos kenë nevojë që dalin jashtë vendit për të siguruar jetesën e tyre ose edhe për të zhvilluar profesionalisht. Edhe pse fetarisht, për shembull, feja e shes si mundësi hijretin që i themi ne ose emigrimin, mirë po kjo mund të jetë si një opsion i dytë. Fillimisht ne duhet të angazhohemi fuqishëm në ndërtimin dhe në zhvillimin e vendit tonë dhe pastaj kur na harxhohen të gjitha mundësitë, atëherë mund dalim edhe të kërkojmë furnizimin e Zotit edhe dikun tjetër. Mirë po profeti i dashur thotë, kënaqësia e dunjas është në 3 gjëra. Në të pasurit e një shtëpie e cila është e gjerë, në të pasurit e një gruaje e cila është e ndershme dhe halal, dhe pastaj nëse arrim që ne të sigurojmë furnizimin tonë në vendlindjen tonë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa nëse ne arrim për shembull që të sigurojmë jetesën, furnizimin tonë në vendin tonë, sepse sado që të arrim ndoshta ekonomikisht në vende të tjera, përsëri dhimbja, mërzia që neve na shoqëron vazhdimisht në diasporë është shumë e madhe dhe është e pakrahasueshme. Prandaj edhe duhet sidomos udhëhecit tanë të bëjnë gjithçka që neve popullata të na ngelet këtu, sepse siç tham, më përpara ndoshta edhe gurbeti është pak më ndryshe. Shkonte krye familjari, krijonte një pasuri dhe pastaj vinte në shtëpi, investonte kështu me radhë, nuk e merrte edhe familjen. Tashmë është një emigrim zhvendosës, do të thonë shkon bashkë me këtë familjen dhe shpeshherë edhe nuk e ka mendjen më që të kthehet këtu dhe kjo realisht është shumë shqetësuese. Mirë po i lutim Allahun fillimisht, po edhe ata cilët janë përgjegjës që të bëjnë çka mos që neve populli jon të ngelet këtu. Patjetër. Zotri Mafiz, mund të na tregoni se më shumë rreth këtij sektori, cili është roli i tij për muslimanët nga Maqedonia që jetojnë dhe veprojnë në diasporë? Duke e parë Bashkia Fetare Islame se numri i besimtarëve tonë që dalin për në diasporë vazhdimisht është në rritje, atëherë edhe ka pasur të arsyeshme që patjetër të bëjë diçka se si së paku të kontribojë në ruajtjen e identitetit fetar, por edhe kombëtar të besimtarëve tonë shqiptar që janë në diasporë. Dhe këtë e ka bërë vazhdimisht, mirë po nga viti 2016, Bashkia Islame edhe e hap sektorin për diasporë, i cili do të merret kryesisht me çështjet që kanë të bëjnë me diasporën.
me organizimin e jetës fetare atje, me programe të ndryshme të cilat do të kontribojnë pra siç tham për edukimin fetar të brezave të ri, sidomos shqiptar që jetojnë në diasporë, por edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar të tyre. Prandaj edhe roli kryesor i sektorit për diasporë është që fillimisht të hartoj, të implementoj programet e Bashkisë Fetare Islame në qendrat islame dhe në diasporë, por edhe tek besimtarët tonë që jetojnë në diasporë, pastaj edhe mbajtja e lidhjes mes diasporës edhe vendlindjes, mes besimtarëve tonë që janë në diasporë dhe atyre që janë këtu, për arsye se fundja ata janë vëllezërit tonë, sado që janë larg fizikisht nga ne, shpirtërisht janë me ne dhe ne jemi me ato, dhe gjithçka e mirë që ndodh këtu gëzohen edhe ato atje, por edhe anasjelltas, prandaj edhe shumë e rëndësishme mbajtja e lidhjeve dhe këtë e bën Bashkia Islame vazhdimisht, por gjithashtu edhe mbajtja e lidhjeve institucionale mes qendrave islame që funksionojnë në diasporë, pra qendrave islame shqiptare, edhe institucionit të Bashkisë Fetare Islame këtu te neve dhe institucioneve të saja, pra sidomos medresesi Sabeu dhe Fakultetit të Shkencave Islame. Pastaj edhe rol tjetër i Bashkisë Fetare është që përmes programeve të saj edhe në bashkëpunim me hoxhallarët që veprojnë në diasporë dhe qendrave islame atje të punojnë fuqishëm në ruajtjen e fesë, vlerave fetare të besimtarëve tonë atje, por gjithashtu vazhdimisht pamosendajt edhe ruajtjen e identitetit kombëtar të gjuhës shqipe të shqiptarëve që janë në diasporë. Gjithashtu Bashkia sektori për diasporë përfaqëson Rei Suleman dhe institucionet e Bashkisë Fetare Islame në diasporë, në institucionet fetare, por edhe në institucionet shtetërore atje. Dhe gjitha këto, do me thonë, bëhen padyshim në koordinim dhe në bashkëpunim me qendrat islame dhe me hoxhallarët tonë, të cilët bëjnë një punë shumë të madhe në diasporë në kultivimin dhe në ruajtjen edhe të fesë, por edhe të vlerave kombëtare që i kemi. Mund të na thoni sa do pak i cekët, po cilët janë prioritetet kryesore të themi të këtij sektori? Pra, ashtu si thatë edhe juve, roli i këtij sektori do me thonë tregon edhe për prioritetin që e ka në diasporë. Mirë po, nëse mund të themi prioriteti më i madh fillimisht është që t'i edukojmë brezat e tonë, sidomos të ri që janë në diasporë, me një frymë të pastër islame, pastaj edhe paraqitja e islamit në perëndim ose në diasporë me vlerat e veta që i ka, do me thënë islamin e pastër dhe të mirëfillt përmes shpjegimit të islamit nga hoxhallarët tonë që punojnë atje, që janë padyshim se të dërguar nga Bashkia Islame atje, që ta paraqesin islamin në formën më të mirë të mundshme, sepse ne jemi dëshmitar se islami shpeshherë tentohet që të paraqitet si një fe e cila është e dhunës, një fe e ekstremizmit, se muslimanët nuk janë të gatshëm të bashkëjetojnë me kultura të tjera dhe me fe të tjera, dhe besimtarët tonë që janë në diasporë, qendrat islame, hoxhallarët në bashkëpunim me programet e Bashkisë Fetare Islame, do me thonë kanë prioritet që islamin të paraqesin atë ashtu siç ai është në vërtet, si një fe e paqes, e tolerancës, e bashkëjetesës, dhe realisht është një fat në gjithë këtë fatkeqësi se të jetosh në një vend, pra siç janë vendet perëndimore, një vend ku është një ambient shkencor, një ambient, do me thënë, qytetërues, islamit i bën shumë mirë këtij ambient. Dhe aty islami e gjen veten në të vërtet, dhe aty islami zhvillohet më mirë, prandaj edhe shqiptarët tonë bëjnë këtë në formën më të mirë të mundshme që janë në diasporë. E themi këtë për arsye se islami ka problem të jetojë në ambiente jo shkencore, në ambiente të prapambetura, ashtu si fatkeqësisht edhe janë shumë prej vendeve muslimane, sepse ne shpeshherë kur e përmendim edhe migrimin e pejgamberit alayhis salam nga Mekka për në Medinë, harrojmë të përmendim edhe një fakt shumë të rëndësishëm se pejgamberi kur arriti në Medinë, këtij qyteti ia ndroi emrin. Fillimisht Medinja quheshte Yathrib dhe profeti alayhis salam me hijretin ia ndroi emrin dhe e bëri Medinë. Medinë do me thënë qytet. Sikur dëshiron të na bëjë me dije neve dhe tjerve se islami sjell qytetëri, islami sjell civilizim, islami sjell progres dhe pikërisht në këto ambiente islami edhe më shumë e gjen vetveten. Prandaj edhe ne mundohemi që të kontribuojmë përmes programeve, mësimeve
që islamin atje shqiptarët tonë të paraqesin në formën më të mirë të mundshme dhe realisht shqiptarët musliman në diaspor janë ambasador të vërtet edhe të islamit, por gjithashtu mundohemi edhe kemi prioritet që ta mbrojmë shoqërinë muslimane shqiptare që është në diaspor nga asimilimi dhe nga qetërsimi, sepse zakonisht shohim se shoqëritë shqiptare ose komuniteti shqiptar që është në diaspor mund t'i takojë njënës prej 3 kategorive. Ose janë krejtësisht të izoluara, pra nuk integrohen në shoqëri, nuk marrin asnjë vlerë të mirë nga shoqëritë perëndimore, për arsye se mendojnë se është ndaluar, është haram që neve të marrim nga pabesimtarët, ose do gjesh njerëz të tjerë të cilët janë asimiluar tërësisht në shoqëritë perëndimore, duke harruar se kush janë, edhe në aspektin fetar, por edhe në atë, domethënë, kombëtar, dhe pastaj ka edhe një grup tjetër që realisht këtë edhe ne mundohemi vazhdimisht ta zhvillojmë, një grup, domethënë, shqiptarësh musliman të cilët janë inkuadruar ose janë integruar shumë mirë në shoqëritë perëndimore, duke dhënë shumë mund të madh edhe nëpër ato vende ku jetojnë, për të treguar se ne nuk jemi vetëm ata që marrim nga perëndimi, por edhe japim vlera, dhe gjithmonë duke zgjedhur atë çka është më mira nga perëndimi dhe duke dhënë edhe atë që është më mira nga ne. Pra, arrin që ta ruajnë identitetin e tyre edhe fetar, edhe kombëtar, mirë po gjithashtu edhe të integrohen nëpër shoqëritë e zhvilluara perëndimore, dhe këtë ne mundohemi ta bëjmë përmes programeve tona si Bashki Fetare në bashkëpunim me qendrat islame që janë atje dhe me hoxhallarët atje. Sektori për marrëdhënie me diasporën, sa keni bashkëpunim me organizatat, por edhe me qendrat islame në diasporë që funksionojnë? Realisht bashkëpunimi është në nivel shumë të lartë, për arsye se nuk mundet asgjë të bëjmë neve nga këtu, nëse nuk do të kishim një bashkëpunim të mirëfillt me qendrat islame atje që janë, e sidomos me hoxhallarët të cilët janë edhe kuadër i Bashkisë Fetare Islame. Themi janë kuadër për arsye se shumica e hoxhallarëve që janë në diaspor janë të dalur nga medreset tona dhe ato kanë një bashkëpunim shumë të ngushtë me Bashkinë Fetare Islame, prandaj edhe marrëdhëniet, lidhjet janë shumë të fuqishme. Qoftë përmes vizitave të ndryshme që neve i bëjmë atje, përmes dërgimit të hoxhallarëve nëse ka nevojë nëpër qendrat islame atje, përmes mbajtjes së tribunave të ndryshme, takimeve të ndryshme vëllazërore. Pra, me të vërtetë marrëdhëniet i kemi të shkëlqyeshme dhe inshallah të vazhdojmë këtë formë, për arsye se çdo shkëputje, qoftë e jona nga diaspora, qoftë edhe e diasporës nga Bashkia Fetare Islame, do të ishte e dëmshme për të diapalët. Prandaj nëse dëshirojmë të vazhdojmë të jemi edhe më tej musliman, por edhe shqiptar në diasporë, duhet patjetër që t'i mbajmë lidhjet edhe atë në formë shumë të fuqishme mes vetë. Ajo shija, sepse përderisa ne po zhvillojmë bisedën, edhe fotot që keni, domethënë tubimet e ndryshme që keni organizuar në diasporë po shihen dhe njerëzit aty dhe nuk mungon dhe flamuri kurqezi për treguar që jemi shqiptar musliman atje. Atëherë mund të na thoni se çfarë ndikimi kanë programet e Bashkisë Fetare Islame në ruajtjen e identitetit fetar, por edhe atë kombëtar të shqiptarëve musliman që jetojnë jashtë vendit apo në diasporë. Pra, si e përmendet edhe ju, për shkak të lidhjes së mirë dhe mrekullueshme që ne i kemi me hoxhallarët dhe me qendrat islame atje, këto lidhje kanë ndikim shumë të madh në ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar. Dhe jo rastësisht shpeshherë përmendim xhamia, qendrat islame shqiptare që janë në diasporë, nuk janë thjesht vendfalje. Nuk është thjesht që dikush të shkojë të kryejë një ritual fetar dhe kaq përfundon çështjeti, por xhamiat janë të shndruar atje në një kala apo në një fortifikat që e ruan edhe identitetin fetar të besimtarëve tonë, por edhe atë kombëtar. Dhe gati se këto janë të mishruara, nuk bëhet as pak dallim. Edhe ashtu na mëson Islami, por edhe ashtu Bashkia Islame në bashkëpunim me qendrat islame, domethënë këtë filozofi e zhvillojnë, që feja dhe kombi të shkojmë paralel, për arsye se nuk mund ta mendojmë t'i ndajmë nga njëri tjetri. Prandaj, elhamdulillah, ndoshta edhe nëse atje janë gjenerata e tretë e shqiptarëve ose edhe më shumë, nëpër xhamiat tona flitet vetëm shqip. Edhe nëpër xhamiat tona, nëpër diasporë, domethënë mbahen mësim besimi fetar në gjuhën shqipe. Përveç saj, shumica e xhamiave janë të shndruara edhe në shkolla të gjuhës shqipe. Ka, domethënë, edhe për të mos të harruar gjuha shqipe. Sigurisht. Ka edhe profesor të punësuar ose që e bëjnë edhe vullnetarisht, që në brenda ambienteve të xhamisë japin orë
të veçanta për gjuhën shqipe, për ruajtjen e kulturës dhe traditës shqiptare, dhe kjo tregon se me të vërtetë programe që i ka zhvilluar Bashkia Fetare Islame në bashkëpunim me qendrat islame atje për ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar janë duke dhënë frite. Edhe nëse për shembull ka shumë prej nacionaliteteve tjera që ndoshta janë haruar se kush janë në Perëndim, janë asimiluar tërësisht, shqiptarët ende me fanatizëm e mbrojnë atë që është e tyre, qoftë në aspekt fetar, qoftë edhe në atë kombëtar, dhe kjo është falë angazhimit të fuqishëm që i ka dhënë edhe të tjerët, mirëpo sidomos Bashkia Fetare në bashkëpunim prapë themi me qendrat që i ka atje, qendrat islame, xhamit edhe hoxhollarët, këshillat e xhamive e kështu me radhë. Dhe inshallah të vazhdojnë këtë formë për arsye se besoj sado që të arrijmë të mira materiale ne në diasporë, në Perëndim. Nëse kemi haruar kush jemi, nëse kemi haruar fenë tonë, nëse kemi haruar kulturën tonë kombëtare, vlerat tona tradicionale, atëherë me të vërtetë nuk ja vlen, nuk është e arritur. Nëse ti e shet vetëm për të fituar ndonjë të mirë materiale, nuk është e mirë. Po nëse neve avancojmë atje dhe ekonomikisht, por edhe gjithashtu i ruajmë vlerat tona që i kemi, kjo është ajo që realisht kërkohet prej neve. Mund të na thoni si e përfaqëson ky sektor interesin e Bashkisë Fetare Islame pranë institucioneve fetare dhe shtetërore, të themi, në diasporë? Kur themi e përfaqëson interesin e Bashkisë Fetare, qëllimi është se Bashkia Fetare Islame është i vetmi institucion që është përgjegjëse për organizimin e jetës fetare këtu, edhe në Maqedoni, por kuptohet edhe në diasporë për arsye se të gjitha ato qendra islame janë të lidhura ngushtë dhe janë të formuara pikërisht me iniciativë të Bashkisë Fetare Islame. Prandaj edhe ne për shembull si Bashki Fetare Islame dhe përgjegjëse të vetmet për organizimin e jetës fetare ka nën menaxhimin e saj më tepër se 700 xhami këtu në vendin tonë, më tepër se 1400 hoxhollar apo punëtor fetar, pastaj edhe sa mualim apo mësuese të fesë. Kemi 5 medrese, 2 të djemve dhe 3 të vajzave, kemi fakultet të shkencave islame, dhe të gjitha këto që i përmendëm dhe shumë të tjera nuk kanë asnjë ndihmë për mbajtjen e atyre as nga shteti, as edhe nga vendet tjera. Mbahen kryesisht me kontributin e besimtarëve tonë, qoftë nga vendlindja, qoftë edhe nga diaspora. Prandaj edhe përfaqëson interesin e Bashkisë Fetare Islame në diasporë duke i nxitur ose duke i edukuar që ata së paku të mirat materiale që janë ibadet si puna e zekatit, e fitrit, kurbanëve dhe ndihmeve tjera, është mirë të destinohen pikërisht në këto institucione edukativo-arsimore që i kemi këtu në vendin tonë, për të vazhduar edhe më tej që të nxjerrim kuadro nga medreset dhe nga Fakulteti i Shkencave Islame, të cilët do të arrijnë që të japin kontribut të fuqishëm qoftë në vendlindje, qoftë në diasporë, në ruajtjen e vlerave edhe fetare dhe kombëtare të besimtarëve tonë. Prandaj edhe elhamdulillah, qendrat islame atje, besimtarët atje janë të vetëdijshëm shumë për këtë gjë dhe japin një kontribut shumë të madh, dhe ne vazhdimisht kur dalim në për vizita në për qendrat, Reisul Ulema na thot vetëm falemendroni besimtarët tonë se me të vërtet janë të mrekullueshëm, të cilët asnjëherë nuk e kanë lënë që Bashkia Islame të jetë në vështirësi. Kjo është për të përshëndetur gjithmonë. Atëherë ju gjithashtu keni qenë imam në Shtetet e Bashkuar të Amerikës. Mund të na tregoni me përvojën që përderisa keni qenë imam në Amerikë? Si ka qenë ajo periudhë dhe sa vite keni qenë atje? Kam pas fatin që për 7 vite të jem imam në një qendër shqiptare islame në Kenosha, në Wisconsin. Dhe ka qenë një përvojë jashtëzakonshme, sinqerisht, që dallon shumë edhe nga përvoja që i kam pas edhe në vendlindje dhe në Evropë, për arsye se Amerika është një vend pak më ndrysh, është një vend që neve gjithë kemi pas ëndër të shkojmë dhe të vizitojmë atje. Dhe ka qenë një përvojë shumë e madhe, qoftë edhe në zhvillimin individual timin, për shembull edhe profesional, por gjithashtu edhe përmes kontributit që kemi dhënë në atë qendër islame atje, e cila është e themeluar nga vitin 1979, është një xhami shqiptare, mirë po kuptohet, Amerika është pak më ndryshe nga Evropa, për arsye se është vend shumë më i madh, shumë më i gjerë, dhe në gjithë shtetin e Wisconsin kemi vetëm një qendër islame, do të thënë të gjithë besimtarët shqiptarë që jetojnë në atë shtet kanë vetëm një qendër islame dhe ishte pak e vështirë, do të thënë arritja deri tek çdo besimtar, se kishte raste për shembull që ke antar që është
6 orë larg nga xhamia dhe kjo pak e bënte të vështirë, mirë po realisht ishte një provojë shumë e madhe. Për arsye se ata njerëz atje e duan shumë vendin e tyre, e duan shumë fenë e tyre, përballen me sfida dhe me vështirësi të ndryshme, mirë po edhe përkundër saj arrin që ta ruajnë pra fenë e tyre dhe arrin që ta ruajnë edhe të jenë krenar me identitetin e tyre kombëtar. Ishte një përvojë jashtëzakonshme që realisht nuk do ta harroj gjatë gjithë jetës tim. Mund të na thoni se cilët ishin sfidat që përballeshin të themi muslimanët shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sfida më e madhe që edhe realisht na friksonte më shumë ishte asimilimi. Për arsye se Amerika është një vend shumë i lirë dhe bën që çdo kush të ndjehet rahat atje, çdo kush të ndjej veten e tij se është pjesë e asaj shoqërie dhe kjo sa është e mirë për zhvillim, gjithashtu është e rrezikshme edhe për asimilim. Për arsye se njeriu thot atje s'kam nevojë nuk kshej rrezik nga asnjë anë dhe prandaj edhe lirohet dhe kjo pastaj e bën që edhe ai shumë shpejt edhe të shkrihet. Zakonisht kur je në një vend ku gjithmonë shihesh si i huaj, domethënë sulmohesh për shkak të përkatësisë tënde fetare apo kombëtare, ti atëherë ma me fanatizëm e ruan dhe mbron atë që është e jotja. Mirë po kur je në një vend që nuk të sulmon askush, nuk të sheh askush si i huaj, atëherë edhe shumë më shpejt mund të edhe integrohesh në atë shoqëri, por edhe të asimilohesh. Dhe kjo pra ishte pak problem. Shihim se si gjenerata e dytë apo e tretë veç më kishte filluar të harroj Shqipën, edhe kjo pra ishte pak shqetësuese. Gjithashtu ishte problem edhe martesat e përziera. Ishte një sfidë tjetër shumë e madhe, pra të rit gati se nuk shikojnë shumë, nuk interesohen shumë, përveç me përjashtime edhe me çfarë martohen, a është shqiptare, a është muslimane, për shembull, për shkak se janë rritur në ato vende, kanë kryer shkolla në ato vende, janë njoftuar me njerëz të ndryshëm atje dhe kjo pastaj ishte një sfidë tjetër, për arsye se si do e ruash kulturën tënde, qoftë fetare apo kombëtare në një martesë të përzier, po tjetër edhe me çfarë kulture, qoftë fetare apo kombëtare, do ta edukosh fëmijën tënde, për shembull nëse je në një martesë të përzier. Kjo ndoshta nuk është problem për të zhvilluar ekonomikisht ose profesionalisht, mirë po për ta ruajtur fenë dhe për ta ruajtur kombin në një martesë të përzier është pak sfiduese dhe me të vërtetë e shifshim si një problem. Pastaj gjithashtu edhe komuniteti musliman që është në Amerikë është shumë, është diversiteti brenda komunitetit musliman është shumë i madh. Se nuk mundesh atje të rish vetëm si shqiptar musliman, patjetër për shkak numrit të vogël të bashkëpunosh edhe me muslimanët të komuniteteve tjera dhe çdo njeri me vetë sjell edhe kulturën nga vendi i tij dhe shpeshherë ngatrohet edhe kultura me fenë. Nuk dim të dallojmë çfarë është fe dhe çfarë është kulturë dhe kjo është një sfidë tjetër që besoj duhet punojmë fuqishëm, sidomos besimtarët që janë atje, që edhe përkundër asaj se janë të përzierë me kultura të ndryshme, ta ruajnë të veten edhe ta kultivojnë dhe ta ushqejnë me të madhe edhe identitetin fetar të tyre. Pra sfidat janë të shumta, mirë po përsëri jeta atje ishte shumë e mirë, shqiptarët tonë janë shumë mirë, domethënë të inkuadruar dhe të zhvilluar me punët e tyre, me bizneset që i kanë dhe kjo ishte ajo që na gëzonte shumë. Zotëri Mafid, mund të na thoni se ju keni qenë edhe në Evropë. Cilët janë dallimet mes Evropës, të themi, ndërmjet diasporës shqiptare në këto dy kontinente, Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pra, Evropa dhe muslimanët shqiptarë që jetojnë në Evropë, për shkak se janë më shumë në numër, edhe për shembull jetojnë në vende pak më të vogla, organizimi qoftë fetar, qoftë edhe kombëtar është shumë më i mundshëm. Edhe ne shohim se si lulëzojnë qendrat islame për shembull në Evropë, për dallim pra siç e tham nga Amerika që e kemi edhe për shkak vendit të madh, por edhe qendrat islame shqiptare janë shumë më pak, ndoshta parafërsisht 30 qendra islame shqiptare funksionojnë në Amerikë. Pra kjo e bën shumë më të vështirë që besimtarët shqiptarë në Amerikë të ruajnë pra fenë dhe kombin, ndërsa në Evropë është më ndryshe, besimtarët janë shumë më afër njëri tjetrit, takimet janë më të shpeshta, mundësia për të ardhur në vendlindje më shpesh është më e madhe, për dallim nga Amerika, atje nëse arrishin s'paku një herë në vit të vinë, ishte arritur shumë e madhe, kishte edhe me vite që nuk vinin në vendlindje për shkak të pamundësive. Pra është një diasporë krejt ndryshe Evropa nga Amerika. Mendoj se këtu kushtet i kanë, domethënë, për ta ruajtur ose për të zhvilluar në Evropë është shumë më e mirë, më
preferueshme, për shkak si shtam numrit më të madh edhe mundësisë për të organizuar qoftë edhe në aspektin fetar edhe në atë kombëtar. Mund të na thoni se çfarë mund të bëjë BFI-ja për të ndihmuar të themin më shumë në promovimin e gjuhës shqipe, por edhe të fesë në mesin e të rinjëve shqiptar në përbot? Neve zakonisht mundohemi edhe Bashkia Fetare Islame, por edhe qendrat islame që janë në diasporë, të shpjegojnë tek besimtarët e tyre se feja dhe kombi janë dy gjëra që realisht nuk mund t'i ndajnë. Se nuk mund të jesh fetar i mirë, po që se nuk je adhetar i mirë dhe anasjelltës. Prandaj edhe në momentin që ne themi se do t'japim llogari para Zotit për përkatësinë tonë fetare, gjithashtu do t'japim llogari për para Zotit sa ne kemi arritur që t'i ruajmë edhe vlerat kombëtare me cilat na ka krijuar Zoti. Për shembull, ne jemi shqiptar dhe flasim shqip për arsye se Zoti ka dashur që ne të jemi të tillë, është dhuratë nga Zoti. Dhe ashtu siç Zoti do të na pyet për fenë që ne kemi zgjedhur vetë, do të na pyet Zoti edhe për dhuratën për shembull të kombit dhe të gjuhës që na e ka dhuruar Zoti. Siç thot Zoti në Kur'an: "Waja'alnakum shu'uban wa qabail", unë ju kam bërë juve që të jeni popull dhe fise. Dhe për ditën e gjykimit do Zoti thot Zoti: "Thume letus elune yawme idhin anin naim", atë ditë do të pyeteni për të mira që unë ua kam dhënë. E një prej të mirave është edhe qenuri shqiptar, të folurit e gjuhës shqipe, dhe Zoti do të na pyes neve a i ke mbrojtur dhe a i ke ruajtur të vlerë, a i ke ruajtur gjuhën. Prandaj në momentin që neve bëjmë përmes mësimeve tona, qoftë këtu, por edhe në diasporë, se feja dhe kombi duhet të mbrohen, të ruhen dhe të kultivohen, dhe nuk duhet të bëjmë dallim mes njëri tjetrit, për arsye se nëse ne në Evropë asimilohemi kombëtarisht, edhe asimilimi fetar është i pashmangshëm. Dhe e kundërta, nëse asimilohemi pra fetarisht shumë shpejt edhe do të asimilohemi edhe në aspektin kombëtar. Pra ne mund të ruajmë njëra dhe tjetrën vetëm nëse i mbajmë bashkë ato. Dhe këtë punë me të madhe e bëjnë hoxhallarët tonë që janë në mërgim, duke mos e shkëputur asnjëherë, qoftë përmes ligjëratave të tyre, qoftë edhe përmes organizimeve të tyre atje. Pra në xhamiat tona në diasporë nuk festohet vetëm Fitr Bajrami, Kurban Bajrami apo datat e rëndësishme fetare, por gjithashtu brenda xhamisë kujtohen edhe datat e rëndësishme historike shqiptare, si pavarësia e Shqipërisë, pavarësia e Kosovës, dita e alfabetit, pra organizohen manifestime të ndryshme për këto raste, vetëm që ne ta kultivojmë sa më shumë, ta zhvillojmë pra edhe ndjenjen fetare dhe të kombëtare. Dhe kjo padyshim se jep falë Zotit shumë rezultate dhe tregon se edhe si shtam, edhe pse kanë shkuar ndoshta vite më përpara në mërgim në diaspora, ata ende me fanatizëm e ruajnë edhe fenë e tyre, edhe gjuhën dhe kombin e tyre. Mund të na thoni si mund të inkurajohet më shumë pjesëmarrja e rinisë shqiptare muslimane në jetën fetare, por edhe kombëtare jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë së Veriut? Kjo që i përmendëm mund të ta përfshi pak a shumë, por mirë po përveç kësaj është shumë e rëndësishme edhe nëse dëshirojmë që të rinjtë të jenë më të përfshirë në jetën fetare në diasporë, është shumë e rëndësishme që ne atyre t'ju shpjegojmë një islam i cili është i përshtatshëm për ta, një islam i cili është i kapshëm për ta, realisht një islam që ashtu siç është në të vërtetë, islam i tolerancës, islam i lehtësimit, islam që t'ua bëj të dashur të rijve tanë jetën, që nuk i pengon të rijtë tanë nga zhvillimi. Nëse ne për shembull e vështërsojmë islamin, atëherë padyshim se u vështërsojmë edhe të rijve, sidomos në diasporë, që ata të bëjnë praktikimin e islamit. Për këtë arsye kemi një projekt që besojmë shumë të realizojmë bashkëpunim me qendrat islame në diasporë, mund t'i themi imami i diasporës. Qëllimi është që të merren për shembull fëmijët atjeshëm që kanë lindur atje, që e dinë mirë gjuhën e vendit, për shembull nga vinë ato ose ku jetojnë, kanë kryer ndoshta edhe shkollën fillore atje dhe pastaj të vinë këtu ke neve në medreset tona të arsimohen edhe në aspektin fetar, pastaj në fakultetin e shkencave islame dhe të kthehen përsëri në vendin ku jetojnë për të dhënë kontribut për shembull për atë shoqëri, sidomos për të rinjt. Sepse është e vërtetë se ka një dallim shumë të madh mes gjeneratave dhe hoxhallarët shpeshherë nuk arrin që t'i kuptojnë botën e të rijve për arsye se nuk kanë jetuar në atë shoqëri, nuk dinë çfarë përjetojnë ato atje
Prandaj nëse bëjmë këtë lëvizje, pra sjellim të ri prej atje dhe i shkollojmë këtu fetarisht edhe kombëtarisht dhe pastaj atje shkojnë dhe japin kontribut, besoj se kjo do të ishte shumë e mirë, do të jepte shumë rezultate, edhe për ta bërë më të dashur të fen tek të rinjt, por gjithashtu edhe për t'u bërë më të dashur edhe vlerat kombëtare të mrekullueshme që i ka populli jonë. Dhe besoj se jemi në bisedime me qendrat islame, me unionet e bashkësive fetare që veprojnë në diasporë dhe presim domethënë që ta vëmë edhe në zbatim këtë projekt. Shpresoj që të realizohet ky projekt. Dhe në fund, zotri Mafizi, pasi jemi ditë e Xhuva, është një ditë e rëndësishme për ne besimtarët musliman, cili do të ishte mesazhi juaj? Unë kërkoj ndoshta falje se sigurisht edhe e kemi zgjatur pak më tepër, mirë po një mesazh shumë të shkurt do ta jepja hadithin e profetit alayhis salam, i cili kur e pyetën kush janë njerëzit që më shumti do të hyjnë në xhenet, tha ata që janë të devotshëm dhe ata që e kanë sjelljen e mirë. Pra edhe ne nëse përmes ritualeve, namazeve, sidomos të atij të xhumas që e falim dhe punëve dhe ibadeteve tjera që e bëjmë, ne dëshirojmë xhenetin dhe synojmë xhenetin, atëherë pejgamberi alayhis salam na bën me dije se këtë xhenet nuk mund ta fitojmë nëse ne fillimisht nuk e rregullojmë raportin ton me Zotin, e devotshmëri do të thënë të gjej Zoti aty ku ai të ka urdhëruar dhe mos të gjej aty ku Allahu të ka ndaluar. Pra nëse ne rregullojmë raportin ton me Zotin dhe gjithashtu jemi të mirë me njëri tjetrin, jemi të sjellshëm me njëri tjetrin, jemi të dobishëm për njëri tjetrin, ja duam gjithkujt atë mirë që ne e duam për veten tonë, pra e rregullojmë edhe raportin ton me njëri tjetrin, kjo do të na bënte që të jemi pastaj edhe nga banorët e xhenetit. Prandaj edhe një thirrje prej besimtarëve që të mos e ndajmë asnjëherë ibadetin nga sjellja e mirë. Ashtu si që japim rëndësi kryerjeve të ritualeve fetare, ashtu duhet të japim rëndësi edhe përsosjes së vlerave morale, sepse nuk mund të jesh i mirë nëse nuk i ke të dija këto bashkarisht. Prandaj inshallah në këtë ditë xumaje të shërbej kjo ditë që neve të afrohemi më shumë ka Zoti, por gjithashtu edhe të bëhemi më të mirë, më të sjellshëm, më të dobishëm për njëri tjetrin, që kjo padyshim do të na e bënte edhe më të mirë jetën tonë në këtë shoqëri ku neve jetojmë. Ju falimderit edhe një herë, zotri Mafiz, që ishit pjesë emisionit e Ritmi i ditës për gjitha këto informacione që i ndat bashkë me neve në studio dhe i përcjellën deri tek shikuesit tanë të emisionit. Faleminderit shumë edhe juve, sinqerisht jemi shumë falemendrues dhe vetëm ju dëshirojmë suksese dhe më të mëdha në të ardhmen. Ju falimderit. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e parë apo i ftuari joni i parë. Kthehemi pas pak me biseda tjera së bashku me kolegën time Xhanana Lili.